Vështrimet e fundit në Kosovë kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme në disa komuna, përfshirë komunën e Malishevës, Rahovecit, Gjakovës, Skenderajt dhe Drenasit. Disa prej këtyre komunave shpallën edhe gjendje të jashtëzakonshme shkaku i vështrimeve. Në vazhdim të raportimeve të vazhdueshme për gjendjen e rëndë që kanë goditur këto rajone, telegrafi sot gjendet në komunën e Rahovecit për të shikuar nga afër se si kanë arritur të dalin qytetarët në këtë fatkeqësi natyrore. Nga mira fshatra të vëshuar, më mirë nuk ka kaluar as fshati Krushe Madhe, ku qytetari Bedrit Doraku do të na tregojë në detaje se si janë përballur me këtë situatë. Këtu jam me fermë të lopëve, edhe në kohën e fundit që ka ndodhur vërshime, na nuk e kemi këto vërshime këtu që shihen prej natyrës, po këto janë prej dorës njerëzit. Sekret ujmlasi i asfaltit fshatit Celin dardhët te parcela jame. Edhe në bazë të kërkesave të vazhdueshme që kanë shku në komunë, do të thonë asnjë hap deri tash nuk e kanë marrë. Edhe pse asfalti kur u shtruan atë kohë ka për 15 vite. Po do të thonë janë niveli komunal shumë janë neglizhues. Para 3 vjetë në këtë kohë, do të thonë janar me 11 janar, kanë qenë vërshime, u konë veç për pak, do të thonë ka ndodhur që s'ka një edhe në fermë mbrana. Krejt u konë mbulume me ujë. Këto pajisje që shihen në ujë tash s'muj me marrë vesh deri në pranverë, deri sa t'ja nisim për me punue. Do të thotë se këto janë mjete bujqësore, po edhe nëse janë dëmtu, s'kemi çka me bëse, nuk presim që do të thonë t'i kompenzojnë. Nuk aplikoj për të vetëm arsye se ky ujë që shihet këtu. S'kam pse me apliku ato, sa të më japin mua dom shpërblim, ma mirë mujnë me rregullu këtë pjesë njerë për gjithmonë, edhe s'ka nevojë më na do më shpërblyne veç do vit sa herë të bjen shi. Se kjo është prej dorës njeriut, nuk është prej Zotit, se as nuk ka që ka pru bërloge, apo diçka tjetër që shka ndodhë në për lumet. Po kjo prej dorës njeriut që punën e kanë bo gabim, edhe nuk e kanë kry deri në fund. Drejtori për emergjenca në komunën e Rahovecit, Irfan Berisha, ka thënë për telegrafi se kanë filluar aplikimet për dëmet nga vështrimet, ndërsa shpresojnë që t'i kompenzojnë edhe për vitet e kaluara. Komisionet janë të rëndot, nga dita që është për mu, deri tash kena pranuar, deri në mesditë sotit kena pranuar rreth 350 kërkesa për dëm shpërblim. Janë trajtuar një pjesë të tyre, komisioni është duke punuar në vazhdimsi, edhe kështu që presim ta përmbyllim këtë proces, të kompletojmë dokumentacionet dhe të përcjellim për komisionin vlerësues nivel qendror dhe shpresojmë dhe besojmë që do t'i kompenzojnë qytetarët për shkak se janë të prekur kogja shumë edhe ka nevojë për mbështetjen shtetërore. Po shpresojmë se tash do të kompenzohen edhe vitet e kaluara, por edhe dëmet e këtij viti tash që kanë ndodhur. Po shpresojmë edhe është mirë që të ndodhë kjo për shkak se janë të dëmtuar me kogja shumë për ullat.